Mirëmbrëma Beti, të përshëndes, ndodhemi pikërisht aktualisht në bulevardin Dëshmorët e Kombit, në sheshin para kryeministrisë, ku në një farë forme mund të konsiderojmë të mbyllur protestën me fjalime dhe për t'i hapur rrugë tashmë marshimit të qytetarëve dhe protestuesve të ndryshëm të gjitha moshave nga kryeministria, por në rrugë të ndryshme të kryeqytetit. Është një zakon tashmë apo traditë e bërë nga të gjithë protestuesit në këto 9 ditë para kryeministrisë, që pas mbylljes së protestës, le të themi me fjalime dhe slogane para sheshit të kryeministrisë në bulevardin Dëshmorët e Kombit, qytetarët zgjedhin që të marrin rrugë të ndryshme në kryeqytet në shenjë solidarizimi dhe për të kërkuar më saktë solidarizim nga të gjithë qytetarët e tjerë, sidomos me thirrjen kryesore të cilët ata e kanë përdorur këto ditë, pra në këto 9 ditë, qohuni nga kafja dhe bashkohuni me ne. Këto janë edhe sloganet kryesore të cilat kanë përdorur gjatë këtyre marshimeve të bëra në ditë të ndryshme gjatë kësaj proteste,